Një banor I zonës së Barbullushit ka ndalur ministrin e bujqësisë Edmond Panariti duke I bërë të ditur se daljet publike të tij shpeshherë janë fasad sepse zona ka 25 vite që nuk ka ujë në kanalet e para dhe të dyta dhe shumë prej këtyre kanaleve janë të bllokuara. Ka 20 e sa vjet që prej shteti, që ja kanë shteti, nuk kena ujë mi 70% sipërfaqes. Shikon malin e Barbullushit, ka shku ujë në cep. Çfarë pengon? Domethënë kanali nuk është pastruar apo nuk duhet të Nuk pastrohet kanali, edhe punohet me zona. Po. Me thonë drejtë punohet me zona. Kush drejtori I bordit do ta pyes sot drejtorin e bordit të kullimit? Punohet me zona. Ka 25 vjet as në kanal afër asfaltit nuk ka ujë. Edhe lop me dash me pije as një lop, një bakti me dash me pije ujë nuk ka ujë. Me fjalë që as ka kollim, as ka vadit, as ka kurrë. Ministri Panariti I premtoi fermerit se do ndërhyet në kanale. Vini të shohin të kanalit, nëse me vëmendje të madhe pasi puna e kanaleve permanent në shparsore. Vin kanale me 25 korrek. Nëse vin ujë në kanal, kemë thënë që bravo ço, kam thënë unë. Shikoj, ne tash po futemi në sezonin e vaditjes dhe duhet bërë ndërhyrje urgjente, shumë mirë që ma the. Pasi unë jam këtu do të takoj patjetër drejtorin e bujqësisë e kullimit për të bërë ndërhyrje urgjente në kanale, ato që duhen pastruar, nëse kërkohet të hapen vija të reja, kanali 2 dhe 3 që shkojnë parcele dhe ato duhen bërë për arsye se për një muaj ne futemi në vaditje. Për një muaj futemi në vaditje dhe pastaj uji nuk ka çfarë duhet sezonin tjetër. Ne vjen ujë në shtator që s'na duhet gjë. Fermieri I shprehu ministrit edhe problemin e farërave për misrin dhe problemin e rrugës së gjatë që duhet të bëjnë për të shkuar tek tregu I Shumicës në rrugën Shkodër-Kuplik. Me paken fort, këtë si thojmë na, një dylem ka më shumë atë se 2 kintal 3 kintal I ban. Fort këtë me kanë si thojmë na që rrugën vet, nuk na ka bën atë për ministrin e simet. Nuk ka bën me bën 11 dylem tok, me bën 30 kintal ka më Kjo është morë si thosh, na e kena tregun në shtoj, në Dobraç. Unë më parë vin te on, se shkoj me shit atje për punë rrugës. Për punë rrugës. Me shit në York, domati York, s'vesa më shkon ne do shikojmë mirë që mos shkosh në Dobraç që të kesh mundësi diku këtu afër në pikë grumbullimi me I dorëzu ato. Unë po mendoj seriozisht këtë histori. Unë e bëj mallje që lops, ka saresin domatin s'vesin për ligjonin se s'mund të shas. Rruga, tregu, ujë, to treja dhe unë I fiksova. Fermerët e Shkodrës prej vitesh vojnë nga këto probleme dhe shpeshherë kanë marrë premtime, por deri më tani situata e tyre vijon të jetë e njëjtë.